Për këtë dhe të tjera, flasim me ish-antarin e KQZ-s, analistin politik Blerim Burjani, të ngjatjeta zoti Burjani. Të ngjatjeta, ndër konfesin. 142.000 aplikime nga diaspora, një shifër vërtet e lartë, rekord pas rekordi me interesim për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës nga qytetarët e vendit tonë, por që jetojnë në vendet të ndryshme në përbot, kryesisht në Evropë dhe në Amerikën e Veriut. Çka tregon sipas jush? Mobilizim të partive që ju kanë mbush mendja apo dëshmi e lidhjes bashkëpunëtshme të mërgatës me Kosovën? Unë mendoj që shumë është interesant kjo çfarë po ndodh dhe është e çuditshme natyrisht. Është mirë që është kaq interesim i madh, po ata me shikuar në mënyrë analitike cilat janë arsyet për të votuar domethënë në nivelin nacional, natyrisht çka fiton diaspora për kësaj teme, për këtyre çështjeve, ju e dini çfarë ata jetojnë në vendet e tyre jashtë Kosovës. Normal që dëshirojnë që Kosova të ketë një zhvillim më të madh ekonomik, një zhvillim dhe të ashtu si duhet, dhe normal një përkujdesje e tyre e shtume vjen edhe në këtë drejtim, domethënë interesimi i tyre duket i jashtëzakonshëm që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë e zgjedhjeve të pas të shpalljes së pavarësisë pa prekjes 2008 nuk ka ndodhur kjo. Gjithmonë ka pas shumë pak votues, kemi pas në 2010 që shumë kujtohet më 2400 votues nga diaspora me postë, pastaj kemi pas 10.000, 12.000 15.000 qytetarë që kanë votuar me postë, kryesisht me postë, por nuk ka ndodhur kaq shumë me pas interesim të madh asnjëherë në historinë e vendit, do të thotë përveç këtyre 6 vjetë mbroma, përkatësisht 5 vjetë mbroma që po rritet ky numër i madh i qytetarëve që jetojnë në diasporë që të votojnë në zgjedhjet e Kosovës. Dhe kjo me bën shumë përshtypje të madhe, domethënë për çka motivet po dihen, ja po bëhet lobizim shumë i madh i subjekteve politike që ata sa më shumë të dalin e të votojnë, pra një lobizim i madh nga lëvizja vetëvendosje dhe nga parti tjera. Ashtu parti tjera opozitare të dikush nuk pelojnë kesh, domethënë gjithë të tash e kanë mobilizuar diasporën për me votu. Kjo është segmenti i parë, segmenti i dytë. Votat me postë, ju e dini, është pak më problematike për shkak se ato janë më vështirë me verifiku si vota nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kërkon domosdoshmë verifikim të plot, pastaj e dyta është se ka individë të cilët mund ta njohin mirë procesin e plotësimit të formularit të votimit dhe një njeri mund t'i plotësojë sa më shumë sa don si formular, pastaj ato t'i dërgojnë përmes postës personat apo individët e caktuar që të cilët thuhet që kanë votuar, pra mundet me qenë vote manipulative, ose mundet që thashone me pas edhe problemet e tjera të kësaj natyre. Mirë po edhe një, në përvojën tonë me zgjedhjet dikon gjithmonë ka pasur votat e pavlefshme nga diaspora të cilët kanë votuar me postë. Në bojmen dikon 40.000 ishin vota me postë në vitin 2010 apo në vitet e kaluara, edhe të më hershme para të cilat ishin kryesisht e pavlefshme si vota, pra për shkak të mënyrës që cilën nuk kanë ditë me votu si dhe janë shpallë të pavlefshme. Mirë po, tash të shohim se sa janë të edukuar mirë dhe të diaspora për votuar, qartë, saktë dhe drejtë pa gabime, sepse çdo gabim mundet me shpallë votën të pavlefshme nëse nuk bëhet domethënë ashtu si duhet, nuk kryhet mënyra e votimit. Pra, unë besoj që ata janë të i dëgju domethënë edhe spotet e KQZ-s, të cilat natyrisht tregojnë mënyrën se si votohet, ato spotet do të dalin sa më parë dhe do të shihet se si votohet kësaj herë, domosdoshmë si informacion me pas për diaspora dhe të gjithë ata atje që jetojnë dhe të shohim atutje çfarë do të ndodhë. Shumë problem i madh kjo, se shumë po pyesin a mundet me pas ndikim vota diasporës në rezultat zgjedhor, natyrisht, po qëse gjitha shumica atyre pra 100.000 vota mjafton me konë të vlefshme, domethënë natyrisht që ta rezultate mjaft shumë. Pra mjaft shumë mundet me ndiku në rezultate përfundimtar të zgjedhjeve dhe natyrisht që kjo duket domethënë të ka gjëra të kësaj natyre që mundet me ndiku edhe në rezultat, po që se veç kemi një numër të madh të votave të vlefshme. Tani, ajo është e drejtë e qytetarit për të përcaktuar se si do të votoj, kush dëshiron që ta udhëheq vendin këtë natyrshme, po mbaj mend që zgjedhjet e kaluara veçanërisht, por edhe më herët kam taku, duke qenë se si gazetar kam ndjek nga afër
procesin e votimit në qendra të votimit. Shumë qytetarë të ardhur nga diaspora për të votuar fizikisht në Kosovë dhe sikur thoshin se i kanë pyetur pse nuk votoni me postë, po ta merrni mundimin që të vini deri në Kosovë në ditën e zgjedhjeve. Arsyetimi i tyre se nuk i besojnë procesit me postë. A ka arsye që të mos i besohet këtij procesit votimit nga Mërgata me postë ose në ambasada konsulata të Kosovës? Pra, dyshimet e tyre për manipulim potencial të votave e kam fjalën. Jo, Lorek, sepse gjitha votat cilat për shembull vijnë nga diaspora ato mlidhen në një kënd të caktuar, do të thotë në qendrën e votimeve, në qendrën e votimit asaj qendrën kryesore, dhe ato ruhen, domethënë natyrisht janë për kujdesi edhe të policisë edhe të zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra nuk ka çast më manipulu si vot nëse vjen, se ato vijnë si pak, po domethënë për diasporës dhe natyrisht ato gjitha ruhen deri te numrimi kur fillon domethënë qendra numrimit e votave të bëj atë numrimin e votave, domethënë nëse ka diçka dilema, dyshime e gjanat e tjera normal që mundet me mbledh KQZ komplet dhe me shku në qendrën e votimit përkatësisht në qendrën kryesore të votimit që e quajnë ANA, dhe aty në pranitë tyre të nëmbrohet vot për vot. Nëse ka dyshime, nëse ka diçka të kësaj natyre që mundet më bëj abuzim ose manipulim me vot, por nuk besoj fare, sepse ato vota nuk mund të numërohen edhe në pranitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por nga zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhor. Prandaj kjo nuk ekziston kjo dyshim dhe kjo dilemë. As në ambasada jo, s'ka çasa sepse bëhet regjistrimi, çka ka do më regjistrimi i votave dhe ato dërkohen në Komision Qendror të Zgjedhjeve, pra gjithçka verifikohet, ju dini që pa verifikuar se cila vot, pa më parasysh a votohet përmes postës, në ambasadë nuk mundet më kanë vote vlefshme, pra vlefshmëria e votës caktuar nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve përkatësisht natyrisht nga numëruesit në radhë të parë, dhe pastaj ato verifikohen dhe mas verifikimit edhe certifikohen ato pastaj si flet votime, pra nuk mundet me shku që ashtu me frikë me orë pja tjeshet me votu në Kosovë, po kjo është edhe çuditshme, domethënë kërkon botë së ndodh madje me marrë shembull ndërkombëtar as Britania e Madhe që ka shumë emigrantë, ju dini që ka shumë emigrantë që kanë emigruar në Australi dhe kanë drejt vote, krejt votojnë me postë, po nuk votojnë ndërkohë nuk shkon te Australia, Britania e Madhe me votu. Kjo çka po ndodh, to është diçka e jashtëzakonshme dhe e çuditshme, domethënë që po ndodh. Kur të marrësh edhe kur të kish parasysh edhe faktin se ata fare nuk jetojnë këtu, po jetojnë këtë në shtete të tjera, domethënë kjo edhe me orë për atjeshit edhe me pagu bileta e gjana tjera, ose marrë me transport me automjete për Gjermanie, për vendeve të tjera, kjo është diçka sukur me konë në i farë referendumi gjithë popullor për qytetarët e Kosovës, për shtetin e Kosovës, diçka e madhe, sepse për ndryshe ishtë dash më votu në mënyrë normale përmes postës ose përmes ambasadave dhe kjo kretë historia dhe të ishte, pra. Do të përfundon të kështu, po kjo është e çuditshme me orë pja tjeshit edhe me harxhue, apo me shmenzu para, dikush marrë me aeroplan dhe shumica vinë me automjete, do të plus nuk ka të koha e pushimeve. Prandaj se pushimet fillon tek mas 15 qershorit, pra kjo është shumë e befasueshme për mua dhe diçka shumë interesante po ndodh dhe çuditshme, Lorek. Okej. Tani ne kemi parë që kanë ardhur dhe kanë votuar me postë. Ky numër i madh është ndoshta për këtë gjë që është koha pushimeve, edhe ata që kanë ardhur zgjedhjeve të kaluara për të votuar në Kosovë kësaj here janë regjistruar me postë për shkak se nuk kanë pushime. Kjo mund të jetë arsye ndoshta pse numri i të regjistruarve nga Mërgata është më i madh kësaj radhe. Po mund tjetë, është natyrisht ki plotësisht e drejtë që thuket, sepse nuk është koha pushimeve dhe shumica tentojnë me votue përkatësisht dëshirojnë të votojnë përmes postës dhe përmes ambasadave. Mirë, po ata e kanë një vaj dyshimi, që e thatë edhe ju, dyshojnë a është vota atyne, a do të numërohet vota atyne saktë dhe mos me pas manipulime apo abuzime me votën e tyne. Ata kanë të drejtë të dyshojnë, natyrisht kanë të drejtë të kenë dilemat e tyre, mirë po, unë thash më herët se gjithçka do të verifikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po çdo vot që vjen nga diaspora dhe ambasada verifikohet dhe nuk mund të kaloj veç haq ashtu, pa verifikuar dhe nuk mund certifikohet pa verifikuar plotësisht procesi, domethënë i numrimit të votave të diasporës dhe pa i marrë rezultatet edhe nga ambasada, domethënë të votimeve të qytetarëve, kur të merren këto
dhe më thonë gjitha këto votime, atëherë bëhet verifikimi plot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pastaj ato futen si votat e vlefshme, pa do të bëhet seleksionimi votat e vlefshme, votat e pavlefshme dhe votat e cilat kanë dështuar. Domethënë janë 3 procese të cilat KQZ-ja ka kujdes kur ti numëron votat e diasporës dhe votat e ambasadave që vijnë nga ambasadat të Kosovës, prandaj ky proces do të verifikohet plotësisht, aty janë edhe anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të cilët i takojnë subjekteve politike, edhe pse ata quhen pavarur me 139 të Kushtetutë Republikës Kosovës emërtohen si personat e pavarur, domethënë njerëz profesionistë, mirë po tash kjo më shumë po duket që është politizuar prej vitit 2019 këton më shumë është politizuar. Domethënë edhe më shumë po përmendet partia në KQZ se sa puna po për profesionalizmin, sepse ju dini shumë mirë që i ligji përgjigjet dhe flet për profesionalizëm dhe njerëzit që janë anëtarë të KQZ-s nuk mund të jenë anëtarë të partive politike, as forume politike, ata mundin me qenë veç ligjërues në fakultete, në për punë private, por nuk i lejohet punë tjetër. Pra është po vjen shumë keq me thonë, por shumë është politizuar që 5 vjet e mbroma, shumë është politizuar KQZ-ja, do të po bëhet një betejë politike, po jo një betejë profesionale për të bërë një proces sa më të drejtë zgjedhor. Okej. Mund ta rregulloj politika këtë gjë apo e lejon kështu në mënyrë që ti shërbej? Këto normal që këto mendojnë që politika mi shërbim më shumë politikës, fatkeqësisht. Korave që to 5 vjet e mbroma më shumë i shërbejnë politikës se sa profesionalizmit. Pra se këta anëtarë të KQZ-s nuk i dosh fare më morë me politikë aty, apet kanë me bërë një problem me listën serbe. Apet kanë me tentu kështu me shkej ligjin, me pastaj apet me shku në përvzapa, në Gjykata Supreme, derisa sërish domethënë të kthehet proba procesit dhe verifikohet dhe të certifikohet lista serbe. Prandaj unë kisha pas dëshirë me thonë që KQZ-ja do të me pas kujdes shumë ndaj personave të cilët kanë probleme me rendin dhe ligjin. Mos me pas persona në listë të cilët kanë rënë ndesh me ligjin apo kanë gjykim të formës së prerë, pra do të me konë shumë e kujdesshme KQZ-ja dhe mos me bëjë gjonat e tilla. Jo din herën e fundit ka pas shumë probleme të kësaj natyre dhe ka pas shumë njerëz që kanë ndërhyjë sidomos parti politike, individë e subjekte politike në procesin e numërimit të votave dhe gati të pothuajse hupi kredibilitetin apo vlefshmërinë, domethënë procesi i tërë zgjator dhe kërkuan rinumërim i plot. Të shpresojmë se herë nuk do të kemi një rinumërim të plot. Mirë, po kur fjalat e diaspora nëse dyshohet, mund të rinumërojnë thash më herët në praninë të Komisionit të Qendror të Zgjedhjeve, mund të rinumërojnë të gjitha votat e diasporës dhe votat që vijnë nga ambasadat e Kosovës, nga jashtë, dhe të dihet domethënë saktë që është vota domethënë e vlefshme apo jo. E qartë. Tani, ju pak më herët folët për mundësit për gabime teknike, por mund të flasim shumë për votimin familjar. Le të kujtojmë se në Kosovë, në qendrat votimit fizikisht në Kosovë, është rregulluar shumë çfarë ka pasur edhe vrejtje edhe për personat me aftësitë kufizuara, për votim të asistuar, është dashur një vërtetim nga mjeku në mënyrë që të lejohet një person tjetër që ta asistoj votuesin, por kush garanton që në votat me post nuk ka votim të organizuar me një listë të paracaktuar ose me mbikëqyrje ose votim familjar në rastin më të thjeshtë? Plotësisht pyetja juaj është me të drejtë e bërë, domethënë asnjëherë kur kam qenë anëtar i KQZ-s nuk kemi besuar apo hason si kum besuar asoj vote pa verifikuar. Sepse gjithçka mundet me ndodh atje. Nuk është prania, domethënë, as e Komisionit Qendror Zgjedhor ku bëhet ai votim atje, dhe as i monitoruesve vendor as ndërkombëtar. Domethënë, thjesht është me besu blanko, pra është shumë vështirë me besu blanko në procesi, pra se aty çështat aty shumë bukur, ka votim familjar, ka votim shoqëror. Një njeri mush 30 flet votime, as sot ja çojnë domethënë e di procesin mirë se si plotësohet për mos me kon vota e pavlefshme, pra ka shumë abuzime dhe manipulime me qytetarët dhe me njerëzit atje. Edhe një proces i cili vazhdimisht ka dilema dhe është më vështirë me i besu, domethënë. Tjetër është nëpër ambasadën, aty mund me shku anëtar të KQZ-s, përkatësisht zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund të jenë të pranishëm dhe duhet të jenë të pranishëm, mund të ketë edhe
monitorues të partive politike, degëve tyre që jetojnë të domthonë për diasporë që jetojnë votues të partive politike, ata i bojnë veshgues të vet, mundin me monitoru punën edhe në për ambasadat e Kosovës, mundin me shikua apo shko procesi drejt ajo. Krejt është në rregull, mirë, për problemi më i madh është lërek problemi i votimit me postë, me verifiku, do më thonë sakt qartë dhe me di që është votë e vlefshme dhe nuk është votë e cila është plotësue, apo votat e cilën janë plotësuar nga disa individ për shumicën e individëve të tjerë të cilët në vend që vetë të votojnë, ata ja kanë dhënë dikujt me plotësua ato formulare dhe të votimit dhe dim pastaj flet votimet keq ashtu, do më thonë që për të shkruar për një dorë, është ma vështirë është me verifiku. Mirë, po tash po bëj pak hajgare veç në bolshën e farë me procesin e forenzikës aty edhe me qyra është i njëjta dorë gjithkona, ka shkruar njëjta dorë, ka rumbullaksuar njëjta dorë e njerit, apo ka janë disa, apo po secila ka çështjet e tjera. Unë mendoj që ky proces duhet me ndryshu në të ardhmen, pra do të me ekzistu edhe domethënë një siguri shumë e madhe edhe rregull zgjedhore e re për votimin e diasporës, pra për të siguruar ky proces që mos jetë abuziv dhe mos jetë i manipuluar prej njerëzve atje. Tani, që ta përmbyllim edhe bisedën, ndoshta më tepër vështrim hipotetik se s'mund ta dim, por në bazë të kontakteve personale që kam unë për shembull me njerëz në diasporë, qoftë në raporte private, qoftë në cilësinë prej gazetari, shumë prej tyre thonë se janë votues për të vazhduar qeverisjen, ndërkaq që po kaq të tjerë, të paktën në bazë kontakteve private, për të bërë ndryshimin në qeverisjen në Kosovë. Cili vlerëson të jetë disponimi më i madh aktualisht në mesin e shqiptarëve të Kosovës, e qytetarëve të Kosovës në Mërgat? Po në një shtet modern, domethënë edhe normal, qytetarët duhet me mendu çfarë kanë fitu për këtij procesi një vjet e gjysmë të blokadave, dhe dikush duhet më ndeshku për këtë bllokim. Natyrisht secili qytetar i cili mendon drejt qartë, si një diasporë në Kosovë duhet të vedisohet. Duhet të vedisohet në radhë të parë pse ai duhet me votuar. Por çka i vjen ai votim ashtu dhe pse me votu për me blloku shtetin këta? Si subjekte politike, dikush e ka blloku, ta ja lën fare një tjetrit. Unë mendoj që disponimi duhet me ndryshu, se i njëjti disponim mund të jetë më kështu. Domethënë qytetari duhet me ndeshku dikant për këtë punë. Unë s'po them tash cilën se më mirë është me lënë edhe procesin me vazhdu që duhet në rrjedha, mirë, po nëse veç dëshirojna me fol thjesht edhe qartë, duhet me ndeshku subjekti politik i cili është më i madh, i cili nuk ka arrit domethënë me bind votues të vet shumicë që mundet me zgjidh problemet. Dhe ka blloku procesin. Bllokues janë dy parë, po ajo është mas pari përgjegjës partia fituese, po tash me shku zgjedhje me kërku 60% e votave me qytetarë, domethënë se po na bllokon opozita, kjo s'ka kuptim. Unë kam thënë se kushtetuta jonë është kushtetutë konsensuale, po ndërtohet në parime konsensuale dhe janë limite të cilat nuk mundesh me tejkalu. Po edhe me fituti shumicën prapë nuk mundesh me bë tri çështje me zgjedhje. Zgjedhjen e presidentit që duhet me pas 2/3, ndryshimin e kushtetutës dhe kalimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, apo aprovimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Këto janë 3 tema të cilat janë limituar nga kushtetuta e Kosovës. Pra, duhet me kuptu edhe qytetarët, edhe partia fituese e cila fiton, pra duhet me kuptu që vetë nuk mundet me bë kurrë pa bashkëpunuar me të tjerë, sepse na kemi një demokraci konsensuale që kërkon marrëveshje politike për zgjedhje presidentin dhe për të bërë temat që i përmendova në ndryshe, e bllokon shtetin. Pra nuk shkohet shtet, po shkojna në zgjedhje, po dojna me mujt komplet, veç po dojna me fitu që shto mushën me i marrë këtë votat. Domethënë kjo është rrezik i madh me mbet përsëri me njëjtën situatë domthon. Çka ndodh nëse nuk i fiton për shembull se mundet me rrë rezultati vetëvendosjes edhe me kom domethënë 22-23%. Ta dha me bë, edhe ma keq ka me pas. Pra, nëse këta kanë bërë një farë llogarie, mendojnë që i marrin domethënë më shumë se 50%, se këta thonë 60% si lëvizje vetëvendosje, në anën tjetër edhe opozita ka më rrit, se LDK nuk mundet me jetë më, që shokon herën e fundit, unë e pres LDK ti merr dikon 20%, domethënë 19-20%, PDK do të cilë që aty kokon me përqindje. Pra veç opozita mund t'i ketë mbi 45-6 deputet, që kjo është mendimi jam, ata të jetë shumë më vështirë me bë se herën e kaluar me zgjedh presidentin, domethënë prap kërkohet konsenzus, por nëse
lëvizja vetë vendosje nuk ofron domethënë tolerancë, mirë kuptim për opozitën, përsëri kanë menaxhuar zgjedhje dhe është një çështje tjetër lirik. Nuk ka shumë disponim fort në Kosovë me dalë me votu më kështu, se nuk ka kërkosh kohë ti me me dalë me votu edhe mos me fitu shteti kur gjë dhe me met shteti pa institucione valide dhe funksionale. Pra kush më nuk e do këta. Pra unë besoj që do të ndron disponimi, tash s'po du me paragjyku kur gjë, po të shohim çfarë do ndodh. Por unë mendoj që nuk mundet më kështu me shku. Unë e kisha bërë thirrje e opinionit publik me menduar qartë, domethënë me qenë më të vetëdijshëm, me kshyer fatin e tyre kun fatin kujt pelon. Domthon fatin e tyre në cilën çfarë arrin qytetarët me këtë punë nëse shkojnë në zgjedhjet e vazhdueshme. E qartë, ne do të kemi sërish mundësinë të flasim bashk, por për sot faleminderit shumë për kohën që ndat për ne dhe për vështrimet të ndara me shikuesit tanë. Faleminderit shumë zoti Burjani. Ishte kënaqësi për mua. Për mua.